Në vazhdon e një misioni fisnik për të afruar komunitetin me botën e dijes dhe kulturës, Albanian Book Festival rikthehet sërish në Kanada, këtë herë me më shumë organizim, vizion dhe përkushtim ndaj trashëgimisë së librit shqip. Pas suksesit e edicionit të vitit 2024, ky panajir kulturor vazhdon në rrugtimin e tij duke sjell pranë lexuesve libra nga autorë shqiptar dhe të huaj, të përkthyer në gjuhën shqipe dhe angleze, me synimin për të forcuar lidhjen mes brezave dhe identitetit kulturor në diasporë. Në një atmosferë të ngrohtë dhe intelektuale, Albanian Book Festival mblodhi personalitete të rëndësishme të jetës diplomatike, kulturore dhe komunitare shqiptare në Kanada. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin ambasadorja e Shqipërisë në Kanada, zonja Artemis Malo, ambasadori i Republikës së Kosovës në Kanada, zoti Adriatik Kryeziu, konsulli i përgjithshëm i Republikës së Kosovës në Toronto, zoti Kadri Dakaj, si dhe atasheja e kulturës në ambasadën e Shqipërisë në Kanada, zonja Albana Qelosmani. Panajiri mirëpriti gjithashtu përfaqësues të dhomës së tregtisë shqiptaro-kanadeze, drejtues shoqatash, shkrimtar, gazetar, artist, këngëtar, muzikant, biznesmen dhe shumë adhurues të librit, të cilët u bashkuan për të promovuar vlerat e kulturës, historisë dhe gjuhës shqipe në diasporë. Ky festival nuk është thjesht një ekspozim librash, por një urë komunikimi mes kulturave, një hapësirë ku fjala e shkruar merr jetë dhe ku identiteti shqiptar ruhet e transmetohet përmes dijes dhe artit të lexuarit. Çfarë mesazhi keni për të gjithë tironin shqiptar që po na ndjekin sot? Mesazhi për të rinë shqiptarë është të lexojmë sa më shumë, të jemi sa më të bashkuar, të vazhdojmë të arrujmë me kulturën, traditat tona shqiptare. Për familjet shqiptare do doja një mesazh dhe një kërkesë njëkohësisht që sa më tepër angazhim në raport me fëmijët, sa më tepër investim në raport me ndjekjen e cikleve të gjuhës shqipe, të mësimit klasor, të mësimit plotësues nëpër shkollat e ndryshme në provincat kanadeze, edhe një falënderim për gjithë ata për kontributin, për përpjekjet, për bashkëpunimin që bëjnë në raport me komunitetin e diasporës, në raport me Kosovën, me Shqipërinë, si një urë e fort lirëse dhe që mbajnë gjallë jetën, kulturën dhe traditat tona shqiptare në Kanada. Viti i parë ishte vit, siç edhe kuptohet, ku ne eksperimentuam, kishte riskun e vet. Këtë vit absolutisht do thosha një sukses. Në çdo kuptim, domethënë njerëzit të cilët un kam parë komunitetin, numri i librave me siguri shumë se sa vjet. Si vjet unë kisha edhe kënaqësinë që të promovoja dhe të prezantoja edhe një nga librat e mia këtu, kështu që pa diskutim që ishte, besoj, sukses dhe shpresojmë që vitin tjetër do kemi të tretin dhe pse jo me radhë. Çfarë mesazhi doni përcjellni përmes këtij panajiri? Mesazhi ndërmjet edhe ne si antarë të bordit që kemi si qëllim që organizuam këtë është në fakt të mbajmë sa më të fort gjuhën shqipe, sidomos tek brezi i ri, tek brezi atyre fëmijëve tanë apo atyre cilët janë prej kohësh këtu për të mbajtur lidhjet e forta pastaj me kulturën, gjuhën shqiptare dhe sigurisht pastaj për të mbledhur bashkë komunitetin në një ambient të tillë, një ambient, le të themi, libri dhe ku kam bukur se kaq. Unë kam rreth 50 vjet që shkruaj. Jam vlerësuar me çmime në një moshë fare të re dhe vazhdoj të shkruaj. Gjatë jetës time unë kam botuar shumë vepra, rreth 45 libra, novela, tregime, romane. Dhe dua që të lexueshi shqiptar kudo që ndodhet, të lexojë dhe të njihet me historinë e kombit shqiptar, me traditën e kombit shqiptar, me artin ton në përgjithësi, dhe që ta afroj lexuesin kudo që ndodhet, të jetë sa më pranë librit, ta duhet të dojë edhe gjuhën shqipe, sepse në fundit ne jemi komb që duhet të ruajmë traditën, duhet të ruajmë doket, duhet të ruajmë zakonet, dhe ne si shkriuese duam të jemi sa më pranë lexuesit dhe të përçojmë një mesazh të rëndësishëm tek kudo shqiptar që ndodhet anë e banë botës. Libri është horizont, është njohuri, është udhëtim, pavarësisht nuk udhëton në vende të ndryshme, po udhëton në hapësirë, udhëton në gjeografi.
libri për mua është mendja. Çfarë lloj librash preferoni më shumë të lexoni? Libra të ndryshëm, nuk është se jam e lidhur me ndonjë zhanër të caktuar, si autor shqiptar edhe të huaj. Okej, shumë faleminderit të kënaqësi. Gjithashtu. Që nga 4 librat e mia që i kam deri tani në treg, The Door of Wonder apo Dera e Çudisë është një libër që domethënë merr më shumë fokus. Çfarë mesazhe keni për të gjithë që po na ndjekin sot në lidhje me këtë panajër? Ju lutem ejeni në këtë panajër ta mbështetëm letërsinë shqiptare, autorë shqiptar nga Shqipëria, nga Kosova. Njëkohësisht domethënë ka ndodhuar nga Shqipëria, ka ndodhuar nga Montreali, se takova autor, po besa edhe nga Amerika, besoj. Shumë faleminderit e shumë kënaqësi. Shumë faleminderit. Përshëndetje, unë jam Clarisa, gazetare nga Alp TV Kanada dhe kemi shumë kënaqësi t'ju bëjmë disa pyetje në lidhje me këtë event. Përshëndetje Clarisa dhe faleminderit, unë jam Daniza dhe jam vullnetare këtu te panajeri i librit në Toronto. I ftojmë të gjithë komunitetin në Toronto të vizitojmë panajerin e librit. Është një nga eventet më të rëndësishme në vit, me shumë përkujdesi organizuar nga njerëz që kanë investuar në komunitet. Libri është arsyeja që ne sot jemi këtu dhe duam t'ia përçojmë dhe këtë mesazh edhe fëmijëve dhe të rinjve në veçanti që kanë qef leximin për të hapur horizontin dhe për më shumë opportunities, mundësi në jetë. Cili është libri që po të rreq më shumë vëmendjen? Libri është i George Orwell në 1984. Zakonisht në shqiptarët edhe siç duket nga rrjetet sociale jemi të afeksionuar mbas reality show dhe është një nga librat që është shitur jashtëzakonisht shumë. Cili nga këta libra do kishe në veçanti në stendën tënde? Doja të theksoja autorët shqiptar në këtë stend. Pashko Camaj është një shkrimtar shqiptaro-amerikan me librat e tij, përparim Kaplanin, dhe ju ftoj të gjithë vizitorëve që të vizitojnë stendin dhe të blenë librat e autorëve shqiptar në veçanti që jetojnë në Amerikën e Veriut. Duhet falendëruar në veçanti shtëpia botuese Onufri, që ka mundësuar edhe transportimin e librave në Toronto dhe falenderojmë për mundësinë. Cili ka qenë mesazhi juaj që doni të përcjellni përmes të dy librave? Unë që nga fëmira kam pasur dëshirë të shkruaj dhe në fund të arriti ato. Kam ardhur këtu që të tregoj librat e mia, është autobiografi e cila është një frymëzim për ata që lexojnë, do të frymëzohen për të ndihmuar gjithë shqiptarinë siç e kam bërë unë në gjë të tillë. Çfarë mesazhi keni për të gjithë të rinj që po na ndjekin sot në lidhje me këtë panajër? Këtu kam parë disa që janë me gjysmë gjuhë shqipe, uroj që ti marrin libra të lexojnë, të mësojnë gjuhën shqipe së pari, të lexojnë më shumë shqip. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi dhe ju urojmë shumë sukses në projekte të tjera. Kënaqësia ime, faleminderit shumë. Mesazhi im është mi mbështet autorët shqiptar, librin shqiptar, literaturën shqiptare, sepse kemi një numër shumë të madh të titrave që është prezent këtu dhe është diçka shumë e bukur. Shumë faleminderit e shumë kënaqësi. Faleminderit. Ishin 2 ditë të mrekullueshme në panajerin në Toronto, me shpresje të përvitshme ose edhe më shpesh. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme që jemi së bashku të gjithë ta shqiptar të bashkuar rreth libri që na bashkon të gjithëve. Sa libra keni botuar deri tani? Unë kam botuar 2, në fakt 4, por 2 në gjuhën angleze, të cilët janë përkthyer në gjuhën shqipe dhe i kam prezantuar këtu në panajir, kam prezantuar edhe në panajire tjera, por me mundësisht që lexuesit të ketë akses të ta marrë, dhe kjo është një kënaqësi e veçantë kur lexuesi e merr librin direkt nga botuesi, nga autori i librit. Çfarë mesazhi doni të përcjellni përmes këtij panajiri te publiku? Mesazhi është kryesisht që ne si gjenerat që kemi pak lidhje me vendin ton, përmes librave, përmes panajireve, përmes gjërave të kulturë që ngrehin kulturën shqiptare, vend në pa, në dieni që
gjeneratat e reja si ju që keni linë këtu në Amerikë të kuptonë, të dinë se kush janë, ku e kanë rranjet, prej ka vinë. Dhe përmes librave, përmes kulturës sonë e ruajmë jo vetëm traditën e kulturën, por ruajmë se çka jemi, rëndësienin tonë, duke qenë të integruar në Amerikë o në Kanada, por të jemi kanadez ose amerikan të mirë, po akoma edhe shqiptar.